Automjeti i gazetarit të njohur italian, Sigfrido Ranucci, prezantuesi i emisionit investigativ Report në Rai 3 dhe ajo e vajzës së tij u shkatëruan pas një shpërthimi mbrëmjen e së enjtes, por fatmirësisht pa shkaktuar viktima. Ngjarja ndodhi në Pomezia pranë Romës, ndërsa lajmin e dha vetë gazetari. Ai bëri me dije se makinat ishin parkuar para shtëpisë së tij në Campo Ascolano, një zonë jashtë Romës, ndërsa nga shpërthimi i fortë u dëmtua edhe fasada e shtëpisë ngjitur. Shpërthimet ishin aq të fuqishme sa tronditën të gjithë lagjen, u shpreh Ranucci, duke shtuar se askush nuk u lëndua në atë ngjarje. Ka një listë të pafundme kërcënimesh të llojeve të ndryshme që ka marrë dhe të cilat gjithmonë ua kam raportuar autoriteteve gjyqësore, tha ai, ndërsa theksoi se incidenti i së enjtes ishte shumë shqetësues, pasi ndodhi përpara shtëpisë së tij ku vitin e kaluar u gjetën 2 plumba. Programi Report, duke raportuar lajmin, tha se shpërthimi ishte aq i fortë sa mund të kishte vrarë çdo që mund të kalonte pranë banesës së Ranucit në atë moment. Ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi konfirmoi se siguria për gazetarin ishte rritur në maksimum. Shpërthimi u dënua nga kryeministria Giorgia Meloni, e cila tha se është një akt i rënd friksimi. Liria dhe pavarësia e informacionit janë vlera të panegociueshme të demokracive tona, të cilat ne do të vazhdojmë t'i mbrojmë, thuhet në mesazhin e saj. Hetimet për ngjarjen e rënd i kanë marrë në dorë prokurorët antimafjas në Rom.